jetë e uritur gjithmonë. Yerhamukallah. Është mi thonë muslimanit kur të shtin edhe thotë elhamdulillah, mi thonë yerhamukallah është prej obligimeve të muslimanit ndaj muslimanit. Si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë një prej hakut muslimanit ndaj muslimanit është që kur të shtin edhe thotë elhamdulillah, atëherë do të thonë i thuhet tashmit, gjuhën arabe, do të thonë që ta përgëzosh me të mira dhe të lutesh për ta. Sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thuhesh yerhamukallah. Dhe jo njeriu të bezdiset, siç bëjnë disa, kemi pa një njeri që quhet Hoxh, shumë i njohur, që e çorton dikan që të shtin aty dhe i thotë shko ik ma larg se jemi live këtu duke folur. E keni pa? Apo jo? Allahu na ruaj. Do thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se të shtitja është prej Allahut. Do të thonë është dhunti dhe kurse goksimi, do të thonë hapja e gojës, është prej shejtanit. Edhe gjithashtu ka thënë se Allahu e do të shtitjen edhe e urren goksimin. Dhe kjo është për shkak se të shtitja e aktivizon trupin, edhe e freskon. Edhe aktivizimi i trupit, do të thonë që njeriu të jetë i aftë për punë dhe aktiv, do të thonë për të punuar në rrugën e Allahut për të bërë ibadet, ajo është e dashur tek Allahu. Kurse kjo hapja e gojës nga, do të thonë sikur kur i vjen gjumi njeriu, ajo është, do të thonë pasivizim i trupit. Edhe kjo është diçka që dëshiron shejtani. Prandaj nuk duhet njeriu të bezdiset nga të shtitja, por pastaj duhet ta kuptoj se fiton shpërblim kur thu yerhamukallah. Njëherë kjo është obligim, edhe e ke ndjekur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe do të thonë kur muslimani lutet për muslimanin, me lajket ja kthejnë aty edhe ty gjithashtu, do të thonë Allahu të mëshiroft. Pra yerhamukallah do thotë Allahu të mëshiroft. Dhe gjithashtu edhe ai që e dëgjon këtë fjalë duhet të përgjigjet me yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Do të thonë Allahu ju udhëzoft dhe ju përmirësoft gjendjen. Ka përfitime të shumta. Prandaj është interesant se pak para dje ose par dje pash këtë hoxh që u bezdis edhe në nënçmojat që të shtin, se tha jam duke fol live këtu, ishte me ato veprimet që i banaj, edhe tani erdhi rasti që ta sqarojmë edhe këta.